Po Nëna na mirë, ja. mundon çdo herë. As ti nuk e ki nanën. Jo, para 20 vite më ka dek Para nëna 20 baba. viteve, sa vjeçari e ka? 20. E pastaj edhe vajzat e ntitur me baballaret, po jeta është e tillë, e sidomos pjesa e përvjetoreve është sfidë në vete, kështu që urej që ta kalosh sa më mirë edhe me më pak dhimbje, sepse pjesa tjetër normal që nuk diskutohet. E kemi edhe një telefonat tjetër, i inkuadrojmë një herë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush na thot mirëmëngjesi? Një zonjë nga Podujeva. O, zona nga Podujeva, si je? Mirë me vranë sot. Me çka? Është koha e vranë. A, e vrant, m'fal, t'lutem se nuk dëgjova mirë. Po, bre, pak e Sa vrant. problem. Po, u dok mëngjesi pak ma i ktjellët, po urojmë që të mos bie shi. Veç. Po, disponimin a e ki, të vranta e ki disponushëm. Disponimin e kam gjithë mirë. Sa mirë po vritet edhe m'baz zanit. E mirë e dashur, a munde me pa temën? Mutja me pa temën, A ki po ndonjë edhe pak person? para meje, Aha. që folja për nëmë. Po, Nëna na mirë, ja. mundon çdo herë. As ti nuk e ki nanën? Jo, para 20 vite më ka dek Para nëna 20 baba. viteve, sa vjeçari e ka? 20. Po ne më martu me E 50 martune. vjeçare. Aha, okej. Ti pas ke qenë e martuar. Si e ke përjetu? Trego pak, ka qenë po besoj një gjarë shumë e vështirë. E shtisë se nëmën e kom pas, o kanë e mërzishme. Ka pas familje në Turkije, Ah, okej. Me mall pas ka edhe, qenë. edhe çdo herë. Po, pati saj, erdhën familja prej Turkije krejt, Mhm. edhe qëllun krejt këtë për vërëm. Ah, shumë mirë. Nëna na mungon çdo herë, na ka këshilluar mirë. Sot na jetojmë me fjalë saj, me respekt saj, çdo herë. Mhm. E Po, qa ti bësh, qa jeta ty është bëjsh kështu. jeta. E rëndësishme është që këshillat me i dëgju Me edhe gjithë. gjithmonë me i mbajt afër vetes, sidomos këshillat e nanës janë këshillat më të mira në botë.